Besimtarët muslimanë fjerë kanë falur namazin e Kurban Bajramit, që në orët e para të mëngjesit, besimtarët janë falur në sheshin qendror të qytetit, ndërsa krerët muslimanë të Miftinis kanë përcjellur urimet për paqe dhe harmoni mes njerëzve. Namazi u fal në orën 6:40, ndërsa ceremonisi parapriu me fjalën e tij Miftiu i Fjerit Mikel Hazizolli. Ai përcolli mesazhin për më shumë paqe dhe respekt ndaj njëri tjetrit dhe theksoi se kjo është dita kur ne shërojmë plagët që i kemi shkaktuar njëri tjetrit. Sakrifica që është simbol që ne të kuptojmë madhështinë e Zotit, dashurinë që do të ketë njeriu për Allahun Azza wa Jall. Padyshim që ne duhet të sakrifikojmë një jetë që ne të jemi pranë Allahut Azza wa Jall. Ne duhet të bëjmë sakrificë në raport me prindërit tanë, që ata të marrin atë që meriton dhe Zoti të jetë i kënaqur. Duhet të bëjmë sakrificë nga dëshirat tona në këtë botë përkohshme që të japim hakun bashkëshorteve tona. Du të bëjmë sakrificë nga koha jonë, nga nervat tona, që të edukojmë më së miri fëmijët tanë, që nështrohen vetëm krijuesit të botëve. Profeti a.s. bëri kurban 2 desh të mëdhenj të larmë dhe i theri me duart e tij dhe tha Bismillah Allahu Ekber, dhe në këtë formë ai e bëri kurbanin e tij të nderuar besimtar. Kurbani është shprehje e heroizmit, e sakrificës dhe besnikërisë ndaj Allahut Azza wa Jall. Kurbani në shoqëri mbjell shpirtin e vllazërisë, e bashkëpunimit dhe ndihmesës së përbashkët. Mos harrojmë, si thot Allahu Azza wa Jall, la yanal Allah luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Tek Allahu nuk arrin as gjaku i kurbaneve tuaja dhe as mishi, por arrin ndjenja që ka gjithë secilin në zemrën tonë kur e bën kurbanin. Elusim Allahun e lartmadhëruar në këtë ditë të begat, Bajrami, që të na japi mirësi edhe begati, e të na japi harmoni edhe paqe në mesin tonë me njëri tjetrin. Elusim Allahun e lartmadhëruar ta begatoj qytetin tonë. Elusim Allahun e lartmadhëruar ta begatoj Shqipërinë tonë. Elusim Allahun e lartmadhëruar të na japin mirën këtë botë, edhe të mirën botën tjetër, dhe të gjithëve ju uroj gëzuar dhe për shumë vjet Kurban Bajramin. Urimet solidarizuese ishin kryefjalë edhe i gjithë besimtarëve në këtë ditë feste, ndër më të rëndësishmet e fesë islame.